Biznesi amerikan ka ngritur shqetësimin e aplikimit të referencave në dogana, edhe pse qeveria paralajmëroi reduktim të tyre, ato vazhdojnë të zbatohen edhe në bazë të kodit të ri doganor. Artan Bozo, kryetari i drejtorisë të taksave në Dhomën Amerikane të Tregtisë, kërkoi që të zgjidhet ky problem, si dhe të shihet rimbursimi i akcizës. Shqetësimi i parë kuptohet është çmimet e referencës. Të shpresojmë që të paktën për një pjesë të vendeve, sidomos për mallra me origjinë nga Amerika, Kanadaja, Komiteti Evropian, ashtu sikur se ju thatë që do të ngrihet një grup pune, po punohet, të shkojmë drejt zgjerimit të tyre. Ndërkohë, drejtoria e doganave Elisa Spiropali premtoi se gjatë 2015-s do të shkohet drejt zgjerimit të çmimit të referencave për mallrat që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga vendet e Bashkimit Evropian. Prioritet në 2015 për sa i përket çmimit të referencës është çuarja drejt zgjerimit të përdorimit të çmimeve të referencës për mallra që vijnë nga SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, kështu që për këtë dua të jemi të sigurt, sepse nuk është se do ngrihet një grup pune. Është dhe ne kemi të dhëna para për zvoglimin e përdorimit që është bërë çmimet të referencës, të për çuarjen drejt zgjerimit në vitin 2015 për mallrat që vijnë nga këto shtete. Drejtoria e doganave ka prezantuar edhe risitë që do të sjellë kodi i ri doganor, i cili do të ndikojë në uljen e kostove për biznesin, si dhe do të rrisë transparencën.